Kulla e çon mulës në malësi, një thirrje për të rikthyer tek rrënjët tona. Kulla e çon mulës në malësi është një simbol i qëndresës, i mikpritjes dhe identitetit shqiptar që vazhdon të jetojë përtej kohës. E ndërtuar mbi themele historie dhe krenarie, kjo kullë nuk është thjesht një monument i të kaluarës, ajo është hapësirë ku historia rrëfehet përmes përjetimit, ku çdo gur mban një kujtim dhe çdo dhomë një histori që pret të dëgjohet. Së fundmi, kulla e çon mulës mirëpriti vizitorë nga Kosova, nga qytetet Feriza dhe Lipjan. Vizita u shndruar në një moment të veçantë bashkimi mes vëllezërve nga Dardania dhe Malësia, pranishmit kaluan më shumë se një orë në ordën tradicionale, duke ndarë emocione, rrëfime dhe ndjenjen e përbashkët të qenit shqiptar. Flamuri dhe Çiçit i vendosën në zemër të kullës, i dha kësaj vizite një dimension edhe më simbolik, lidhjen e gjallë mes historisë dhe identitetit përbashkët shqiptar. Kryetari i shoqatës atletare Kulla e Bayraktarit Hotit, Ajram Bayraktari, shpreu një njohje veçantë për vlerësim për vizitën, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së ndarjes dhe historisë sonë përbashkët, pasi Malësia nuk është vetëm një vend, është një përjetim.